si fëmijë, unë konë një fëmijë shumë i lumtur, shumë pozitiv. Kom pas qef me mu muni gjallë me bo sene që më kam pëlqy, po të njëjtën kohë nuk kom mujt me shiju fëmirin shumë. Sikur mu rrit para vaktit, kena pas fermën tonë, është dasht për një moshë shumë të vogël, mi rujt lopt, me punu, do me thonë, me inimu babit, mamit, në vend si nashta me lujt, mu knaq me fmi tjerë, na si jonë si vlav është dash me punu, për cilat nuk jam pishmon as edhe njëherë, po prap kër e menoj diqysh koha është diçka që nuk thet edhe fmi e meriton me shiju fëmirin ashtu si që shijohet. Unë kom fillu me punu kështu tamam 7-8 vjetë që jom konë edhe deri në moshën 22 vjeqare. Kom jetu një rutinë të njëjtë, gjithmonë me shpresën se kur po ndrën diçka, kur po bëhet diçka, për shkak se gjithmonë e kom ditë se çka dua dhe gjithmonë e kom ditë që nuk i përkas jetës katunit. Ka pas raste që mu ka dash mu çu herët mëngjes, mi mje lopt, mu pastru, me shku në shkollë, masa ne kryem këthy pi shkollës, me ardh, mi rujt, apet mi mjel, o koni një ngarkes që s'ko mujt me shprej me kurkën, pasi që edhe si nxënës jom konë shëmbullore dhe gjithmonë më ka vyft edhe ajo koha për me mësu, kështu që kur nuk o mujt me gjetë me mësu në shpe, kur jom shku të lopt, i kom marrë librat, i kom bo detyrat. Nga fëmiria, krejt që kisha dash në shta i shkon me përjetu tamam si fmi edhe jo mu rrit para vaktit, po me shiju gjdo moment se ka shumë herë që nëzo veten të i këqyr fmit qysh po lujnë, qysh po knaqen edhe qysh më knaqet zemra dhe mu se është një sen që për një me mungon tepër se është diçka që përjetohet veç një herë dhe nëse ik, mo nuk mund është me këthy. Me mamin, se është shkon një person që e kom pas për gjithë shka. Do me thonë, nuk unë shak, non, bab, gjithë shka për mu dhe e ka një vend shumë të rëndësishëm si krejt nonat për si cilin fmi, po seriosisht mami është forca jeme dhe është shumë problem me pol për mamin, se kem përjetu bashk shumë sene dhe jom konë në shumë momente pranë saj. Edhe sfidat e jetës të munu me mu përball me çdo sen, të munu me konë e fort, me konë shtylla e shpis, edhe i kom pas si mamin si babin, jom konë non-stop afër tyne edhe që kjo konë edhe njona prej arsyeve që çfarë do halli që kom pas unë, kom vendos me majt për veti, veç që mos mja ushtu atyne hallet ose dertet që i kam pas në atë kohë. Raportin me babin tash shiqyr zotit e kam shumë mirë, e kam si shok edhe e kam krah për gjithë shka, po kur jom konë i vogël, babi u konë një fokusum shumë te puna, qysh me arrit, qysh me bo diçka ma mirë për neve normal edhe e kom një farë zbrastie ose një farë mungese, që s'kom mujt m'ja thonë kur, po diqysh kur ishisha shokt ose djemë të agjës ose kështu që kishin raportin me babin, jo që babi më kanal, po diqysh unë si fmi nuk kisha qef që babi diqysh me arte unë, jo unë me konaj që me shku dhe me i kërku. E kom pas shumë problem dhe një kohë që me konë shumë i hapun me babin edhe m'ja shprej hallet dhe problemet e mija, për që ta edhe lidhjen me babin sot e kam shumë mirë shiqyr zotit, po jom konë shumë ma i ftaft me ta. Adoleshenca o konë ajo periudha ku unë e kom nëzon vetën të menu për ondrat e mija dhe e kom ditë qëllimin jetë,
po shumë herë nuk kom guxoft mi ju kallëzu njerëzve se çka du edhe mi ju kallëzu ëndrat e mia. Kujtohet një moment që i kom pas të shkruaj në fletore se çka qysh tek kom qejf më bënë në të ardhmen, pa të nkesh krejt shokët edhe shoqet e klasës. Në fshat unë kom jetu deri në moshën 21 vjeçare, edhe u ko një moment ku unë kom thonë që adin është bo bëll, thjesht nuk e kom pa veten që qajo punë që jam të e bo nuk është të më knaqe dhe është koha që me marrë vendime unë e vetë për veten tem, pa më përzi kur kush. Koha kur unë vendosa me ardhë në Prishtinë edhe me lonë fshatin, nëse nuk gaboj i kom pas 21 vjetë, ballafaqohesh me diçka krejt ndryshe, pak zhgënjet, nuk ma kthejke asë një studio, nuk isha kur farë kontakti me kërkën. E kom pas një pauzë mes kongve, për shkak të anës financiare, se nuk kom desht familja. Në momentin që unë kom shku në Prishtinë, kom desht që m'ja dal vetë në tëna aspektet edhe mos me konë barë për ta. Kom ja dëshmu gjithë të cilit person që i ka pas ato dyshime në mu, po tëna me kalimin e kohës e kom brejt që i vetëmi person që meriton m'ja dëshmu çka që shtek është vetja jemë. Deri tash, Big Brother për mu është eksperienca ma e bukur. Tu e kom përjetu një fëmiri edhe jom konë, shpesher e kom zonë vetën të bo gjestet të fëmive, kështu pa pik marrë. Big Brother më ka mësu që me jetu 100% ashtu që ti dënë, pa marrë parasysh sa ki mu paragjiku, a ki mu dasht, a ki mu shajt. Konë shembull që nëse dëni me bo diçka, nëse e keni një ondër, mos lejoni as edhe një herë me ju ndalë rrethi ose veni ku jeni, ose me ju bo dikush mu njët pa mjaftushëm. Che bello, bravo!